Ky emision mundësohet nga Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur të Klan Kosovës, mirë se po takohemi në një tjetër epizod të emisionit Plus Minus. Jeni bashkë me mua Ariane si gjithmonë dhe jemi në këto ambiente kaq të bukura të Valbona Resort and Spa këtu në Valbon, në këtë piktur më i veçuit kështu, e ne do kemi një mysafir shumë të veçantë, bashkë me mua. Pas pak në studion e Plus Minus do t'jetë Resul Sinani me cilin do flasim shumë për jetën televizive, por gjithashtu edhe për jetën si një sportes që e bën ai. Qëndroni me ne sepse vetëm pas pak ai do t'jetë këtu bashkë me mua. Shikues dashur, i tregova pak më herët se kë do e kem këtu me mua në studion e Plus Minus, në ambientet e bukura të Valbona Resort and Spa. Në këtë ambient kaq fantastik, unë edhe mirëpres Resul Sinanin. Resul, mirë se erdhe. Ariana, mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën së pari dhe faleminderit që u bëre shkak të vi edhe një herë si vjet në Valbon dhe ta mbylli vitin me edhe një vizitë në Valbon. Si vjet kam qenë veç 3 herë. Veç 3 herë. Po, kjo është hera e 4. Okay. Ama sa herë vjen njeriu këtu në këtë perl natyrës, ndihet, them kështu, i qetë, ndihet më afër natyrës, më afër vetës, është relaksuese sa herë që njeriu vjen në Valbon. Prandaj u rekomandoj të gjithëve, sidomos ata që nuk kanë ardhur asnjëherë, le të vinë dhe të shohin diçka që e ka kriju natyra për mrekulli. Unë po them kështu që mu po më duket si piktur, si një peizazh piktoresk. Nuk mjafton piktur. Këtë që e ka bë natyra, e ka vështirë ta bëjë njeriu. Resul, faleminderit shumë që gjete kohë dhe erdhe në Valbon. Dhe është kënaqësi vërtet e madhe të të kem kështu përballë. Për një intervistë ndoshta pak më ndryshe se herave tjera, do flasim për shumë çka, ndoshta do e lëm pak anash punën dhe jetën personale, do fokusohemi më shumë tek natyra. Edhe pse ti nuk më ke ftuar asnjëherë në emision. Okej, ftesën e ketë hapur. Eja, vetë gjekun. Faleminderit shumë edhe një herë, do flasim shumë çka. Ndoshta fillimisht po du pak me u lidh te puna, se si e gjen kohën, sepse e dim që televizioni, të punosh në televizion të merr goxha shumë kohë dhe të na tregosh pak se si e balancon ndoshta natyrën, hikingun, që të shohim shumë shpesh aktiv dhe punën njëkohësisht.
Në fakt, puna në televizion është vërtet pa orar. Po. Unë ashtu e bëj. Po. Nuk është klishe që thonë në gazetari nuk duhet kesh orar. Unë ashtu e bëj. Jam 24 orë aktiv për punën që e bëj. E natyrisht pastaj I respektoj oraret, sepse duhet jem në kohë për gjirime, në kohë drejt për drejt, dhe kjo ta pamundson që të kesh shumë kohë të lirë. Po. Ama, me gjitha të, unë mundohem që të paktën fundjavën ta kem për vete. Ta kem për të kaluar kohë me familjen, ose për të kaluar kohë edhe për aktivitete që më pëlqejnë. Në këtë rast do ta veçoja hikingun apo ecjen në përmalet të ndryshme. Komplet jeta është balans, ne duhet ta balancojmë. Është një shprehje që duhet ta shpërndash dashurinë. Nuk duhet ta fokusosh vetëm në një vend. Dhe unë mundohem që gjatë vitit këtë ta bëj edhe për sa I takon pasioneve të mia. Nuk mund të jetë natyrisht gjithmonë veç hikingu, po ka edhe aktivitete tjera të cilat kanë nevojë njeriu dhe të bëjnë mirë, të relaksojnë, ta heqin stresin në mënyrë që në punë pastaj të jesh më produktiv. Sidoqoftë, më ka marrë mallin këtë vjesht sepse kam pas shumë pak fundjava, kam pas shumë pak të diela që kam bërë hiking, po jam shumë I lumtur se e kam mbyll këtë vit me një ekspedit që e kam bën 15 shtetet të Evropës dhe I kam gjitur 15 male. Prandaj është një vit që do ta mbaj në mend për sa I takon hikingut. Po. Po them kështu, mirë që është e diele dhe të kemi këto. Po. Resul, cilat janë ato 15 maja të cilat I ke ngjitur? A mundesh më na tregu pak ndoshta edhe si filloi gjithçka kjo dashuria jote për hiking edhe të fillosh të ngjitesh maja? Ngjitje të rralla kam bërë thujase çdo vit për gjatë viteve. Po më intensivisht kam fillu në kohën e pandemisë. Konsideroj që ajo periudhë, jo veç për mua, po për shumë njerëz, në përgjithësi për njerëzimin, ishte një lloj kthese drejt natyrës. Ishte një lloj kthese drejt të vlerësuarit të gjërave të vogla për vete. Dhe prej pandemisë, këtej pastaj çdo vit kam qenë sidomos pranverë, verë, vjesht, shumë aktiv, e jo edhe dimrit, për shkak të punës, për shkak të angazhimeve që I kam punë, dhe dua të jemi kujdesshëm që të mos psoj ndonjë lëndim, edhe pse lëndimin mund ta psosh edhe verës, por të paktën gjatë dimrit, kur jam I angazhuar 100% në televizion dhe në universitet, dua që të mos e rrezikoj veten. Kurse, ideja për këto 15 maja ka lindë gjatë ngjitjes në Mont Blanc. Vitin e kaluar isha në Mont Blanc dhe aty u takuam me kujtimin I cili e kishte si ide për të ngjitur disa male të Evropës lindore, pra komplet lindjen, kurse unë I thash, po pse nuk po e bëjmë komplet Evropën. Dhe dilema ishte t'i bëjmë 10 maja, t'i bëjmë 15. Tham, ok, po synojmë 10 deri në 15. Sa të mundem, sa të na ze koha. Por në fillim, ne e bëm një publikim ku tham do t'i ngjesim 15 maja. Dhe tani e obliguam një familje vetëm që pa I bo ato 15 maja të mos kthehemi. Sepse na kishmet neve merak kështu mas pari, e mas dyti njerëzit që merren me hiking, po edhe ata që nuk merren dhe kur ti e thua një fjalë publikisht e nuk e mban, pastaj mund t'i bësh 14 maja, po nëse nuk e bë, thonë nuk I bën të gjitha, dështove. Prandaj ishte një lloj sforcimi. Kështu që e kemi nisë me malin Olimp në Greqi, në qenë se më thej cilat janë ato, kemi vazhduar me Musala në Bullgari, kemi vazhdu pastaj në Moldovenau në Rumani, për të vazhdu në Rusy, në Poloni, Gerlachovski Shtit, ose Gerlaci thënë është një mal në Slovaki, për të vazhduar më pastaj me Zugspitz në Gjermani,
Grossglockner në Austri, Dufferspitz në Zvicër. Në Itali e kemi bërë malin apo majën më të lartë të Dolomiteve, që është Marmolada. Kemi kaluar në Sloveni në Triglav, në Kroaci Dinara, në Bosnje Maglic, kurse në Malë të Zi e kemi bërë pikrisht prej këtu jemi nisur, Kollatën e Keqe, sepse është maja më e lartë e Malit të Zi, ndërkohë që nuk është maja më e lartë e Shqipërisë kjo. Kemi kaluar në Korab dhe e kemi përmbyllur me Gjeravicën. Pra këto janë 15 majat që e kemi bërë gjatë kësaj ekspedite. Ju lumt, një bravo e madhe. Po cili ka qenë ndoshta momenti më sfidues që e ki has gjatë kësaj kohe? Ose cila ka qenë maja më e vështirë për ty? 3 maja të vështira, ose 3 kanë qenë top përsa i takon vështërsisë. Mali në Slovaki ka qenë i vështirë për arsye se ishte i vetmi mal në Evropë që nuk lejohej të ngjitesh pa gujit dhe nuk kishte shenja fare. Pra vetëm me aplikacionin e internetit në telefon e kemi ndjekur rrugën dhe nuk kishte shenjim fare. Prandaj kjo e bënte të vështirë. Ishte mal me gur, ishte mal i ndaluar që të bëhet pa gujit. Ne e bëm pa gujit, por nuk ishte më i vështirë. Pak më i vështirë se ky dhe i rrezikshëm ishte mali në Austri, që është 3798 metra, Grossglockner, i cili pjesën e fundit e ka shumë të vështirë, por edhe të rrezikshme. Në top për sa i takon rrezikshmërisë, sigurisht ishte mali i Zvicrës, mali më i lartë në Zvicër, mbi 4600 metra, Dufferspitz, i cili një farë mënyre më ka sfidu, po ashtu më ka dhuru shumë adrenalin, shumë frikë. Në 2 momente kam thonë duhet kthehemi sepse është shumë i vështirë, por me gjithatë ja kemi dalë. Tani, unë dorën zemër i kam studiu, i kam analizu para se të ngjitëm, por ndryshe është kur shkon të vendi. Sepse nuk mund ta matësh rrezikun edhe vështërsinë nga videot ose nga ato që e përshkruajnë të tjerët. Kur shkon aty e sheh që ka vërtet rrezikshmëri, atëherë ndryshe reagon organizmi, ndryshe e përjeton dhe ky ishte faktikisht më i vështiri. Këto 2 male mu më kanë bërë me te kalu vetën, është një sfidë që nuk do të doja ta bëja përsëri, sepse se edhe këtu ke ashtu ndalë, a ki ndërmend me vazhdu me diçka ndoshta... Për disa segmente po flas, sepse disa segmente të rrezikshme që te kalojnë atë. Unë nuk jam sportist në moshën më të mirë ose në top form që them, okej, bëj edhe ngjitje të vështira. Duhet njeriu me ja ditë hallin vetës, që shtojnë. Nuk jam sportist që gjatë gjithë vitit jam aktiv, jam form, kam kondicion, plus mosha e gjitha këto e bëjnë të vetën. Por përvoja që e kam, faktikisht është aseti më i rëndësishëm i imi. Dhe po ashtu stabiliteti në ecje e shumë aspekte tjera. Ama me gjitha të, këto dyja ma kanë te kalu ose ma kanë shty kufirin e asaj që unë pretendoj. Sepse hikingu nuk e bëjën për me sfidu vetën, me lodh vetën, me rreziku vetën, po thjesht e bëj për me relaksu vetën, me heq stresin, edhe thjesht me shiju natyrën, jetën. Po, vetë se normalisht duhet edhe përgatitja, po. Para, sidomos për 15 maja cilat i kenë gjitë, sa kohë ka marrë përgatitja, do shta çdo djelë që tregove që ke dalë në hiking? Pa dyshim që në këtë sport, çdo ngjitje që e bën është përvojë. Dhe unë kur e llogariti në vitet e fundit janë shumë ngjitje që i kam bërë, terrene të ndryshme. Kjo përvojë nuk harrohet. Do me thonë, kjo është diçka që mësohet si puna e biçikletës. E mëson një herë, edhe nëse nuk e përdor 5 vjet, përsëri nuk e harron. Ecja në natyrë, ecja në terrenet vështira, është diçka që mësohet dhe përvoja është shumë e rëndësishme. Kur ti mësohesh, din se si ta menaxhosh lodhjen, si ta menaxhosh stresin, si ta menaxhosh secilën ecje. Prandaj nuk është që ti duhet përgatitesh një javë dhe jam gati, jo. Kurse,
për kondicion, pastaj po duhet të përgatitesh. Unë një muaj e gjysmë përpara bëja ecje në gërmi, domethënë ndoshta çdo të dytën ditë, 3-4 herë në javë, po i kam bërë edhe disa ecje të tjera nëpër Kosovë, në mënyrë që të përgatitesh fizikisht. Por pjesa tjetër është përvojë pastaj që nuk harrohet edhe që e ke gjithmonë. Sot unë nuk kam shumë kondicion, por me përvojën që e kam, tash nisem edhe e bëjmë cilën do për këtyre majeve. Nëse nuk e bëjmë për 3 orë, e bëjmë për 5 orë. Po. Përderisa jemi duke bisedu dhe Resuli po na tregon shumë çka prej eksperiencave të tij, po na shoqëron fruti këto. Resul mundesh edhe ti me e pi. Faleminderit. Lëng molle. Na ka marrë koha e mirë. Moti është fantastik këto ditë. Moti kombinim me këtë pamje të natyrës është mrekullia vetë. Shumë. Po, sa na tregove që është hera e 4 që vjen këtë ditë si vjet në Valbon, po atë ka rastis me bo hiking në këto anë? Po, është pjesa në të cilën unë vi me mas shumë të kënaqësi. Si vjet e kam bërë një kalim ose një ecje prej fshatit Qerem deri tek qafa e Borit, i thonë. Pastaj një ecje tjetër e kam bërë kur jemi në gjitë të Kollata e Keqe, pjesë e ekspeditës, dhe ecja e tretë ka qenë kalim nga Thethi në Valbon. Sot është hera e 4 që erdha si vjet në Valbon. Tash, në qoftë se nuk do ta bëja ekspeditën, sigurisht do të kisha bërë edhe ngjitje tjera, ama e kam një projekt për vitin që po vjen, në të cilin bashkë me 3, eventualisht 4 shok, një 4 shok ose një ekip prej 5 vetash, po planifikojmë që t'i bëjmë të gjitha këto majat që janë për rreth këtu Valbonës. Një nga një shumicën prej tyre i kam bo, mirë po tani ideja është që t'i bëjmë të gjitha pa u ndalur. Po mendojmë t'i bëjmë për 4 ose 5 ditë, sepse qëllimi është që të ngjitemi lart e mos të zbresim poshtë, por të bëjmë camping edhe të bëjmë kalimin nga një maje në majen tjetër. Kështu që ky është një projekt edhe një sfidë që t'i bëjmë të gjitha këto. Duke fillu këtu majen e Thatë, pastaj atje kemi Jezercën, më tutje besoj do ta bëjmë edhe majen e Rosit, po ashtu Kollatën e Keqe besoj do ta bëjmë. Është Papluka, Maja Alis, Boshi, Drygat e Hapta, e gjitha këto majat me radh besoj që do t'i bëjmë. Një top 10 që do t'a zgjedhim që t'i bëjmë. Suksese! Faleminderit! E shikoj së dashur, po ju tregoj diçka për ju që jeni në kërkim të një banese, për gjithë ju bashkëdetarë sidomos në diasporë që po mendoni të investoni në Kosovë, ju prezantojmë me kompleksin më luksos të banimit. Prishtina 5 Towers është më shumë se një investim, është rikthim tek rënjët, tek shtëpia, te ardhmja dhe te dashuria. Ky kompleks me 4 ndërtesa banimi luksoze është një qendër modern e biznesi, e shoppingu që ofron standarde që i afrohen cilësisë evropiane, kualitet i lartë ndërtimi, siguri, komoditet dhe një lokacion perfekt në Prishtinën e Re. E ne po shkëputemi për një blok të marketingut dhe rikthehemi përsëri bashkë me Resul Sinanin. U rikthyem nga bloku i parë i marketingut, e Resul, unë tash po të shërbej me një çaj nga Podravka. Faleminderit shumë. Është çaj i frutave të malit, sipas kërkesës tënde. Po. Dhe një kamomil për mu. Na shoqëron pak se tash e kemi gati edhe perëndimin e diellit dhe po ndryshon shumë koha këtu. E po, është nga një i nxehtë shumë si po fillon edhe perëndimi i diellit me njëherë po ftofët, e na duhet një çaj. Kur e ke diellin drejt për drejt, e ke ngrohtë, ama kur zhduket dielli me njëherë bëhet ftohtë. Me njëherë bëhet ftohtë. Hija e bën vetën. Resul, flasim pak edhe për punën. Nuk po du tash me te i kalu krejt atë pjesë, si po shkon gjithçka, tash më normalisht çdo shikues. Edhe unë jam rrit me ty. Faleminderit shumë. Edhe çdo shikues ka eksperiencë të mirë edhe
emisionin që e ke bën një punë të mrekullueshme. Sa e shijon ti tash? Se nuk po të thëmë sa e ke vështirë, se ti vështirë nuk e ki, sa e shijon. Unë fola për shpërndarjen e dashurisë dhe sigurisht që një pjesë shumë të rëndësishme të dashurisë ime e kam ekskluzivisht për punën time. Jam shumë i lumtur që edhe pas 26 vjetësh në gazetari e kam pasionin, e kam dashurinë, e kam dëshirën për punën. Dhe energjinë e njëjtë. Edhe energjinë të cilën mundohem ta transmetoj tek shikuesit apo tek audienca. Tani, unë mund të them se me Libero figurativisht kam rilindur ose kam lindur për s'dyti në profesionin tim. Sepse natyrisht pjesa e lajmeve është një dashuri që zgjat prej vitit 2000, pastaj pas 18 vjetësh e kam pas një pauzë të shkurtër dhe kur u riktheva në ekran, kur ndodhi atë vëja, unë e pyesja veten se çfarë mund bëj diçka që të më jap po atë dashuri që e kisha për profesionin edhe për gazetarinë. Dhe Libero është diçka e tillë që faktikisht është shumë e ngjajshme me mua ose është krejtësisht unë jam Libero, Libero është unë dhe po e bëj punën me shumë dashuri edhe me shumë kënaqësi. Çfarë më shijon tani? Më shijon tani se ju jap mundësi njerëzve që të vinë në ekran. Ju jap mundësi edhe atyre që shumë të tjerë u mbyllin dyert. Shumë të tjerë i largojnë nga ekrani. Ndërsa unë u jap mundësinë me shumë kënaqësi që të vinë edhe të rrëfejnë apo të tregojnë historinë e tyre. Përveç kësaj, ju jap mundësi që të vinë edhe të flasin dhe dikush t'i dëgjojë në ekran me qetësi apo edhe t'i nxjis me pyetje të gjithë personave që mund t'jenë edhe zakonisht janë figura shumë të njohura publike ose që kanë një karrierë shumë të gjatë. Pra më bën shumë përshtypje dhe më jep shumë kënaqësi fakti që njerëzit zgjedhin të vinë tek unë edhe të rrëfehen pa dorëza, po them kështu, miqësisht në ekran. Po. Për atë arsye thash edhe është kënaqësi shumë e madhe me të pas këto dhe me të intervistu. Faleminderit shumë. Që të flasim edhe për gjëra të bukura. Po, tash në këtë kohë që po jetojmë tash, është shumë e lehtë që të bësh pjesë e televizionit apo jo, sipas mendimit tim. Po në kohën, në periudhën kur ke filluar edhe ti me lajmet, kur ke punu, ka qenë më e vështirë që të jesh pjesë e televizionit. Apo na tregon pak edhe ndoshta për këtë dallimin që ka qenë edhe që është tash. Kyçja për mua nuk ka qenë e vështirë. Mund të them kam pas fat. Mund të them që ata të cilët më kanë pranuar në punë kanë pa diçka te unë që kanë vlerësuar. Po besoj që është dëshirë e shumë njerëzve që të jenë pjesë e televizionit, që të punojnë televizion. Ama ka qenë e vështirë, po, sepse ka pas shumë pak media. Ka pas edhe ato 3 televizione që kanë qenë fillimit, kanë pas shumë pak programacion. Pastaj kanë qenë gazetat, të cilat nuk punësonin shumë njerëz, dhe radiot, kurse sot kemi shumë televizione. Kjo nënkupton që njerëzit e kanë më të lehtë të bëhen pjesë e televizionit. Po ashtu, sot njerëzit vinë edhe nga media alternative, nga media tjera, nga rrjetet sociale dhe bëhen pjesë e ekranit. Pra bëhen pjesë së pari e jetës publike, pastaj edhe ekranit. Ama ajo që është e vështirë, kur ka shumë, është e vështirë të dukesh, të biesh në sy. Dhe kjo ta vështirëson pastaj që ta ndërtosh emrin tënd, profilin tënd në ekran. Për shembull, nëse bëjmë një krahasim, në vitin 2000, kur unë kam dalë në ekran për të dhënë lajme, si një djalë për kohën shumë i ri,
për atë pozicion, sepse nuk ishin mësuar audiencat dikush në atë moshë t'jap lajme. Audienca para ekranit për t'i dëgjuar lajmet ka qenë disa qinda mija, rreth 600.000, 800.000 veta në kohë reale kanë shiku. Sot, kjo audiencë është copëzu, është nda edhe është e pamundshme ti me pas kaq audiencë. Pra, në qoftë se unë e kam pas vështirë me hy, kur kam dalë në ekran, i bie që automatikisht kam pas një popularitet shumë të lartë edhe kjo ka bo që figurën time ta njohin. Sot, për të arritur një audiencë tillë, do të bësh diçka shumë të madhe. Janë pak video që mund të shkojnë virale përmes rrjeteve sociale, sepse përmes emisioneve pak ose as pak emisione ka të cilat e marrin një audiencë kaq të madhe. Prandaj për të rinjët sot është e vështirë të bëhen pjesë në fakt është e lehtë të bëhen pjesë e medias, por është e vështirë që ta ndërtojnë profilin e tyre mbase mas 2 vjetësh, 3 vjetësh shumë mërzitën dhe e ndrojnë. Sepse fillimi është i ëmbël, është i lezetshëm, veç familja me të pa, veç shoqëria, ama më tutje për me qëndru, të duhet audiencë pak më e gjatë. Por që besoj që secili prej nesh që jemi pjesë të televizioneve, duhet fillimisht ta kemi një dashni shumë të madhe për këtë punë, edhe që ta bëjmë me shumë qejf. Do shta mos mi marrë parasysh edhe gjitha gjëra tjera, por vetëm... Sa vjet të janë bërë në ekran? 6 vjet. Unë shpesh e tham për me fillu me marrë seriozisht vetën në këtë profesion, ti duhet t'i kalosh një 5 vjet. Me marrë vetën seriozisht. Pastaj të tjerët. Ti e ke te kalu këtë fazë, edhe shumë e te kalojnë. Por, për të ardhur deri këtu, të është dashur shumë dashni, është e vërtet. Dhe për të qëndruar, edhe 20 vjet tjera ka me të dashur përsëri shumë dashni. Se njerëzit mendojnë që ky profesion është që të ban milioner, prandaj edhe del në ekran kënaqesh. Jo, nuk të ban. T'jep shumë stres, t'jep shumë lodhje, t'jep, do me thonë, shumë aspekte të cilat ta ngarkojnë jetën, ama është dashnia që të kthehet shumë e madhe, dashnia që ti e jep është shumë e madhe dhe ajo të mban. Edhe gjitha këto që i përjetojmë ne prapa kamerave, nuk është që dikush tjetër i kupton, përderisa nuk është edhe pjesë e kësaj bote. Edhe kanë të vështirë ti kuptojnë, edhe kanë të vështirë ti pastaj ti durojnë, të thoja. Po. Resul, po çfarë e bën sipas teje një moderator, një gazetar të mirë? Tani kjo pyetje mund të them se ndryshon në periudhat ndryshme, në kohë të ndryshme. Tash nëse flasim për moderatorët klasik, mund të shkojmë te zëri, tek e folura, tek pamja, e aspektet tilla, tek njohurit që i ke për fushën, tek gjeturia, por unë mendoj që kryesore që gjithmonë e kam pasur në krye është naturaliteti. Ta gjesh vetën, t'jesh vetja, t'jesh i natyrshëm, i mirë apo i keq ashtu si që je. Unë e kam thënë dhe e them që, shiko, mund t'jetë dikush shumë ma i bukur, shumë ma i mençur, mund të flasë më mirë, mund t'i ketë të gjitha aspektet që duken pozitive në raport me dikon. Ama në qoftë se nuk është i natyrshëm, atëherë e ka të vështirë që të krijoj një energji dhe të depërtoj tek audienca. Po çfarë ka shtyt ty më shumë te me vazhdu punën në televizion? Tani non-stop e kam dashurinë për profesion. Dashuria, prap mbesim të dashuria. Po, sepse, dëgjoj, e përmendëm shumë herë dhe po vjen shumë mirë që po e përmendim fjalën dashuri. Sa ma shumë ta përmendim aq më mirë. Ndoshta nuk po e teprojmë. Po që në shkollë të mesme unë jam tek ata persona që e kam da mendjen për të bërë gazetar. Fillimisht kam dashur që të bëhem gazetar i radios. As ëndër nuk e kam pas që me njëherë si student i vitit parë, me njëherë pas luftës që do të ndodhte së pari lufta dhe liria, as ëndër nuk e kam pas që kaq shpejt unë do ta bëj atë ëndër realitet. Dhe prej ditës kur kam nisë në gazetari, kam fillu në radio. Një vit kam punu në radio. Prej ditës kur kam fillu në gazetari, ku jam sot, nëse e shoh veten, as që e kam imagjinu unë se do të marrë këto rrjedha televizioni apo karriera ime.
nuk e kam dashur televizionin, po atëherë nuk e kemi imagjinu askush se do t'i kemi smartphones, rrjetet sociale, televizionin e gjithë qka tjetër. Për pasoj, mu më shdashur që gjatë gjithë kohës me bo upgrade në mënyrë që me qëndru, sepse Resuli i 99-ës ose i 2000-ës sot nuk kish mujt me ekzistu në ekran. Po besoj që tek puna në televizion, kur je pjesë e ekranit, i ke edhe disa gjëra tjera që të kufizohen, po si ke mujt edhe ti me u përkushtu edhe të familja, edhe të puna, edhe të gjithçka tjetër që ndoshta nuk është që ke mujt me... E përmendëm më herët edhe shpërndarjen e dashurisë, gjitha këto, po si a ke dalë ti? Ne në jetë bëjmë edhe zgjedhje edhe vendime. Dhe jemi produkti zgjedhjeve dhe vendimeve tona. Për mu ka qenë zgjedhje dhe vendim të merrem me gazetari dhe i kam qëndru besnik. Pastaj e treta është të qëndrosh, t'jesh konsistent, mos luhatesh. Po ashtu, zgjedhje dhe vendimi imi ka qenë që unë do të krijoj familje, jam dashuruar me gruan time, e kemi ndërtuar familjen dhe pastaj tjetra është që ne duhet të qëndrojmë dhe të qëndrojmë besnik asaj që e kemi vendosur. Pra, të kemi familjen dhe t'i përkushtohemi asaj. Në kohë të ndryshme, njeriu ju përkushtohet gjërave të ndryshme. Për shembull, një kohë caktuar kam qenë më shumë i përkushtuar në studime, më shumë kohë kam kalu me libra, leksione, derisa kam përfundu doktoraten. Një kohë tjetër, më shumë kam qenë i përkushtuar te familja, në kuptimin që me pas më shumë kohë me i dhënë familjes. Një kohë tjetër ki më shumë kohë për karjerën, pra ti gjatë jetës duhet t'i balancosh. Sepse në qoftë se fokusosh veç te njëna, nuk mund t'i kesh të tjerat. Ama është e rëndësishme që në çdo kohë ti t'ju qëndrosh konsistent vendimeve të cilat i merr si zgjedhje tuat në jetë. Për momentin, unë mund të them që po, fëmijët veç se po rritën, po pavarësohen. Kur jemi këtu, a kështë dojsh që ndoshta në të ardhmen vajzat, fëmijët të jenë pjesë e ekranit televiziv? Në fakt, nuk mundëm me mohu që po kisha dasht edhe më ishte bo qefi. Ama nuk ua kam imponu. Vajza në një farë mënyre është pjesë e medjave, e industrisë medjave është, do tjetë kam përshtypjen se është studente dizajnit grafik dhe arteve vizuale. Djali ka zgjedhur studioj arkitekturën, është student i vitit parë në arkitekturë, ndërsa vajza e vogël është 9 vjeç e gjys. Tani, unë shpresat e kam që kjo e vogla do të vi ka ekrani. Mendoj që e ka talentin. Po mduket që dëshira qenë ka e madhe. Po, mendoj që e ka talentin, edhe duhet të ndaj një moment shumë interesant me këtë rast. Po, me shumë knajtësi. Ajo e din, se unë i tham, ti ki me punu si babi, ki me punu me babin. Por më refuzon gjithkohë, nuk du mu bo prezentus, nuk du mu bo gazetar në televizion. Dhe kur ka qenë festa e abetarës, një 2 muaj, ka bo ushtrime në shtëpi, e nuk e kam pa unë. Kur kam ardhur në shtëpi, kam ledh letrat edhe i ka fsheh. Nuk e kam pa. Ndërkohë e pyesja, çka ki me boti te festa abetarës? I bëj kështu krahet. Kështu e ka zanat. Kishte diçka, cilën shkronjë e ki? Ma tregoj një shkronjë. Ama kur kam shku në festën e abetarës, ajo kishte qenë prezantuesja. Sa mirë. Në më thonë, e kam bajt surprizë për mua. Jo vetëm që ishte prezantuese, por edhe recitoj, edhe mori pjesë në një shfaqje aty që e kanë si skeç të vogël, edhe këndoj duket, edhe gjithë çka bënte edhe kujdesej të tjerët kur me hy, kur me dalë. Do me thonë, funksiononte në skenë si kur mu kanë gjithë çka e saja. Plus, kur erdhe në shtëpi, tha bab, e pse ke qajt? Ti tha se të kum pa tu qajt. Do me thonë ka bo me lot. Që unë mendoj që ajo talentin për këtë pjesë e ka, veç varet a donë me zhvillu apo jo. Do të më bëhe qefi shumë nëse do të pasonte rrugën time, po them, në ekran. Po shpresojmë që në të ardhmen. Tash është koha që të hajmë diçka, Resul. Faleminderit shumë. Çka do të ham?
Produkte nga Zoade, të cilat janë produkte nga Katari, janë ushqime të shpejta, të cilat ndoshta mundesh me bo një burger të tillë edhe kur shkon në hiking. Është e paketuar kjo edhe? Është e paketuar, është ushqim i shpejt dhe shumë i shishëm, që mundesh me e marrë me vete. Po bëj ka për hiking. Bën për hiking. Resul, gjatë kësaj kohe, të flasim edhe pak për ushqimin. Sa kujdesesh për ushqimin edhe ndoshta me të pyet sa përgatit, a përgatit ndonjëherë? Okej, faleminderit shumë, po nisem prej pyetjes fundit, a përgatit? Ka vitet e fundit tepër rrallë. Ma herët përgatisja. Sigurisht përgatisja gjella kështu tradicionale tonat, po mund të them që kam guxim ta provoj. Edhe ti përzije gjërat. Në fund del diçka e shishme. Sepse nuk është që ju përmbajmë strikt recetës. Në qoftë se e bëjt njëjtën gjellë, gjithmonë kam e bën ndryshe. Pra, e rëndësishme është që kam guxim me provu erëzat ndryshme, sosat ndryshme e gjana tilla. Unë them gjithmonë... Vitet e fundit nuk kam përgatit shumë. Kurse për me hangër ushqim. Po pse nuk e përgatit shumë viteve të fundit? Nuk kam pas kohë, arsye kohë. Kjo është e vërteta dhe kur m'bjen rendi mu për me përgatit, unë ju tham familjes, bënë gati për shkem në restoran. Do me thonë e kaloj rendin të shku në restoran. Kurse përsa i takon pjesës parë të pyetjes kujdesit për ushqimin, mund të them që në këtë profesion është shumë vështirë që të kujdesesh për ushqimin, sepse nuk mund të mbajmë orar. Dhe nëse ka diçka që mundon ose që nuk më pëlqen tek vetja, është pikërisht kjo që ndonjëherë ha shpesh e ndonjëherë harroj kur kam hangër. Pastaj kur harron, kur ke hangër han shumë. E kjo është jo e mirë. Vitet e fundit e kam eliminu thuaja se në tërsi mishin e kuq, kam kalu ka peshku apo pa dyshim mishi pulës, po më pëlqen salatat, pëlqen ato që kanë shumë ngjyra, ato që kanë shumë ingredient më pëlqen. Në qoftë se është veçni e thjesht nuk më pëlqen. Nuk pëlqen. Unë them gjithmonë që ushqimi është art, po unë për vete jam shumë gurmane, dhe tash po e shoh, mezi po pres edhe... E lumja ti që je gurmane dhe nuk i rrezik me peshën, se unë po hangra shumë sa kam apetit, po më 200 kg. Tash mu ka përshtat edhe emisioni. Në këtë pjesë. Healthy. Resul, çfarë këshille ke për të gjithë ata që dëshirojnë ndoshta të bëjnë pjesë të televizionit, por edhe për këtë pjesën që të fillojnë me hiking dhe të fillojnë këto aktivitetet outdoor? Nuk do ta quaja këshill, po thjesht një lloj rekomandimi. Përsa i takon televizionit, ata që jam mësyn televizionit duhet ta kuptojnë një gjë. Nuk është diçka afat shkurt. Nuk është diçka që e bën 3 muaj, 6 muaj apo 2 vjet dhe pastaj tërhiqës. Sepse kam bisedu me shumë persona të tillë, të cilët e kanë provu një kohë dhe janë tërhequr, ka një mungesë gjithë jetën. Pra, një herë gazetar është mirë që të mbetesh aty dhe ta shijosh deri në fund këtë profesion. Rruga nuk është e lehtë, është e vështirë, po natyrisht fundi është më i ëmbël. Pas një pune të vështirë, suksesi është shumë më i ëmbël. Pra, ata që jam mësyn të maten mirë dhe të mos e bëjnë vetëm sa për të thënë, sepse pastaj do ta ndjejnë mungesën që nuk mund ta kompenzojnë në asgjë. Përsa i takon sporteve outdoor, unë jam shumë i lumtur që në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në përgjithësi rajonit Ballkanit, është duke i kthyer një farë mënyre, po them, syt ose interesimin është duke e kthyer ka sportet outdoor, sepse sporti është diçka shumë e rëndësishme
për mirëqenjen tonë. Qoftë shëndetin, qoftë shëndetin mendor, qoftë produktivitetin punë, humorin, e gjithë çka tjetër që kemi nevojë për të patur një jetë të mirë edhe kualitative, na jep sporti. Unë di që ka vende të zhvilluara të cilat më shumë i kushtojnë në rëndësi pjesëmarrjes së fëmijëve nëpër sporte, se sa përmbushjes apo detyrave të shtëpisë që i mërzitin fëmijët. Prandaj është mirë që t'i orientojmë që në fëmijëri fëmijët nëpër sporte, e natyrisht ata që janë moshën, po them 30 plus, ma mirë se në natyrë kërkon nuk mundën me gjetë. Nuk kanë nevojë me ushtyme kërkon, veç me edhe me fillu sa ma shpejt që është e mundshme. Me shiju natyrën maksimalisht, pa dyshim që përfitimet do t'jenë shumë fishta. Resul, faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi e madhe të kem këtu. Faleminderit shumë, kënaqësia është e imi, edhe njerë po të falenderoj për ftesën dhe arsyen që më sollën Valbon. Me shumë kënaqësi. E kemi edhe një dhuratë për fund të emisionit. Faleminderit. Janë disa produkte të shëndetshme nga të ju. Pikrisht ato që na duhen për në hiking, domethënë. Perfekt. Perfekt. More që tonë gjithi bli. Gjitha këto protein bar, se gjitha këto janë që na shërbejnë neve dhe i marrim në hiking. Për atë arsye kemi zgjedhur që secilit mysafir t'ju dhurojmë këto dhurata kaq të mira, kaq të shijshme dhe kaq të shëndetshme nga të ju. Faleminderit shumë edhe një herë, Resul. Faleminderit. Shikues dashur, për gjithë ju që keni vetura, mos harroj t'ju tregoj që Agjencioni për Financim në Kosovë AFK jep kredi edhe për regjistrimin e veturave, që cila aprovohet brenda ditës. E ne po shkëputemi për bllokun e 2 të marketingut për të rikthyer vetëm pas pak me materialin e Snownierit. Përshëndetje dashamirë të bjeshkëve të Kosovës. Sot kemi ardhur në bjeshkën legjendare të Pashtrikut. Pra, bjeshka Pashtriku gjendet midis Kosovës edhe Shqipërisë. Ne vendosëm në këtë mot dimror me vizitu mojen edhe me pa bjeshkën se si duket gjatë kësaj stine. Të shohim se çka po na pret. Okej, mas një ecje një orëshe prej veturës ku e lam deri te qafa e Pashtrikut, jemi te teqja e madhe e Sari Salltëkut. Pra është një person i shajt, i cili ka jetu në shekullin e 13 edhe që thuhet që ka ardhur edhe në këtë pjesë, edhe thuhet se është një ndër 7 varezat që gjendet në këtë rajonin e Ballkanit. Domethënë njëra është në këtë pjesë, pra ku është edhe teqja, pra do të shkojmë tash edhe në maje ku gjendet edhe një varr në maje të Pashtrikut, e cila kap lartësinë prej 1986 metrave. Domethënë jena te këto teqet që janë rindërtu me kohë, pra kjo është si më thon versioni 2.0 i teqeve, pra janë përforcu, janë instaluar edhe kamerat
Edhe tash po shkojmë veç me pa brendësinë e tyre në këtë kohë me mjegull edhe me frym në këtë mot dimror. Këtu është edhe një lajmërim ku tregon që jemi në bjesht të Pashtrikut, pra është me kami i Sari Saltuk babës, që ashtu njihet ky vend, edhe tregon për historinë e Sari Saltukut, do thonë prej 1614 që Molla Gjakojës Prizrenit kanë shërbyer me besim për kushtrim. Do thonë kjo është për këtë tarikatin Sadi, që njihet ky vend që i përket. Mirë po, Pashtriku ka të bëjë edhe me fe tjera, pra edhe besimtarët e feve tjera e konsiderojnë si bjeshk të shejt. Pra, të gjitha fete kam përmend si Pashtriku është bjeshk e shejt e tyre. Mirë po, më së shumti tarikati Sadi që e ka ndërtu këtë vend edhe që vinë gjatë verës edhe kanë disa ceremoni interesante, disa ditore që mbledhen këtë vend, prandaj edhe është hap kjo rruga që lehtëson ardhjën deri te kjo teqe. Okej, jemi mbrana në një prej teqeve këtu për me u këndell se jashtë bën të ftoft. Edhe veç do shta me pa atmosferë më në qëshështë se sa herë vim këtu në Pashtrik e kemi rastin me hy këtu se dyrët e teqeve janë të hapune, do më thonë mundet me arë çdo vizitor me hy mrene për derisa e mbron këtë vend, pra mos me hudhën mbeturina edhe mos me shkatru ambientin. Pra, pas këndelljes e kam men me hyp deri në maje, me pa edhe atë monumentin kryesor që është në maje, po para asajna duhet me mush pak energjin me një peanut bar nga To You. Dhe kështu në këto kushte ekstreme, vetëm Red Bulli të jep krah. Okej, dhe më në fund britëm të maja e Pashtrikut, 1986 metra në cimi detare. Do me thonë, maja gjendet midis Kosovës edhe Shqipënisë. 1/3 e Pashtrikut gjendet në Kosovë, 2/3 në Shqipëri. Është maje me pamje impozante, është maje e shajt, qyshe ceka dhe ma heret, mirë po sot kemi vendosë në kësi kushte, me ardhej të majas, fillimisht me skia, do me thonë, plani ka qenë që të vi me skia, deri në maje ta bëj një lëshim, mirë ma për shkak të motit, me frym, mjegull, vendosëm që të vim me ecje, deri të vari i Sari Saltukut që është
pik referencë për mojen e Pashtrikut. Do të thonë, bjeshka Pashtrikut është një moje që qëndron e vetmume. Fillon prej qafë Morinës e deri te lugina e Drinit të Bardhë. Bashkë të veni ku kalon edhe rruga Kombit ku shkojmë në Shqipëri. Do të thonë, është një moje që qëndron dhe shihet prej krejt Kosovës, veçanërisht prej bjeshkës Koritniku që është karshi edhe rafshit të Dugagjinit, rrëthin Prizrenit edhe Gjakovës. Kisha pas dëshirë që të gjithë ju që tani me ardhë, me vizitu me ardhë, kur është moti mirë, jo në kësi kushte ekstreme, dhe të shini se çfarë pjeshke e bukur dhe çka ofrën për gjithë pjeshkatar dashësit. Ju përshëndes nga moja Pashtrikut. Shikues të dashur, kjo ishte e tëra për këtë epizod të emisionit Plus Minus. Shpresoj që jeni ndarë të kënaqur me krejt çka kemi përgatitur për ju, e ne shihemi përsëri javën e ardhshme në po të njëjtën kohë. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga